Një ngjarje e pazakon dhe as pak e pritshme ka tronditur studion e emisionit përputhen gjatë regjistrimeve të fundit, duke sjellë reagime të menjëhershme nga produksioni. Sipas burimeve mediatike, protagonisti i situatës, Lard Vasili, është larguar pa asnjë vonesë nga programi, pas një veprimi që u konsiderua i papranueshëm dhe në kundërshtim të plot me rregullat e formatit. Ngjarja ka ndodhur në momentin kur Vasili ka puthur në buzë njërin prej konkurrenteve, pa asnjë paralajmërim apo dakordsi paraprake. Burimet theksojnë se ky veprim nuk ka qenë pjesë e ndonjë raporti romantik apo afrimiteti të ndërtuar më herët, por një gjest i papritur dhe i beftë, i cili ka lënë të shtangur jo vetëm vajzën në fjalë, por edhe stafin dhe të pranishmit në studio. Situata u vlerësua menjëherë si shumë serioze nga produksioni, i cili ndërhyri pa hezitim për të menaxhuar momentin delikat. Pas diskutimeve të brendshme, u mor vendimi për përjashtimin e menjëhershëm të Lard Vasilit nga emisioni, duke i ndërprerë përfundimisht rrugëtimin e tij në përputhen dhe duke mos i dhënë asnjë mundësi për vijimin e qëndrimit në studio. Ky incident ka hapur diskutime të shumta mbi respektimin e kufive personal dhe rregullave të sjelljes brenda formateve televizive, duke rikthyer vëmendjen te përgjegjësia që mbajnë konkurrentët për veprimet e tyre përpara kamerave. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.